9 mars, një mundësi për të mësuar. Merrni mbi vete zgjedhjen time dhe mësoni nga unë. Mateu 11:29. Çfarë pyetje shu bën një prind fëmijëve të vet pasi ata kthehen nga shkolla? Disa pyesin: a mësuat ndonjë gjë sot? Por shumë të tjerë thon diçka si: a u argëtuat sot? Për sa i përket shkollimit, ndoshta nuk ka shumë rëndësi se cila pyetje bëhet dhe si rrjedhim, cila është përparësia që po zbulohet përmes saj. Megjithatë, për kishën bëhet shpesh e njëjta pyetje: a u argëtuam sot në kish? A u kënaqëm në kish? Përkundrazi, ne duhet të pyesim: çfarë po mësojmë për Jezusin dhe prej Tij? Jezusi na jep privilegjin e madh që të kemi mundësinë për të mësuar prej Tij. Në të gjithë Ungjillit, ai flet në një mënyrë që trajton pyetjet e mëdha të jetës. Kush jam unë? Nga kam ardhur? Pse jam këtu? Ku po shkoj? A ka vërtet rëndësi kjo jetë? Njohja e Krishtit si Zot dhe shpëtimtar personal ndryshon mënyrën se si dikush mendon për këto pyetje të rëndësishme. Ajo e transformon këndvështrimin e besimtarëve për kohën, burimet, karrierën, për llojin e personit me të cilin duan të martohen, ose për llojin e bashkëshortit, bashkëshortes që duan të jenë. Kjo ndodh sepse ta njohësh Jezusin me të vërtetë, do të thotë aftosh atë që të jetë autoriteti në jetën tënde. Gjithçka ndryshon teksa mësojmë prej Tij. Ardhja te Jezusi fillon me të mësuarit se Krishti vdiq një herë për gjithmonë për mëkatet, i drejti, Krishti, për të padrejtët, që jemi ne, për të na pajtuar me Perëndin. 1 Pjetrit 3:18. Dhe me reagimin ndaj kësaj. Të kesh njohuri vetëm në mendje për këtë, nuk është e njëjtë me të besuarit e kësaj, me të zënë të besë dhe me të qenë të lumtur, nën të njëjtën zgjedh me atë që na i ofron të gjitha këto. Të gjithë ne njohim njerëz që po përpiqen të zgjidhin enigmën e jetës së tyre, duke i bashkuar copat e formuese sa më mirë që të munden. Dhe të gjithë ne kemi qenë në të njëjtën pozitë. Mirë po, derisa të jemi të gatshëm për të mësuar nga Perëndia, copat nuk do të përputhen. Por tani, ne mund ta njohim me të vërtetë Perëndin, jo për shkak të aftësive tona intelektuale, por sepse Perëndia zgjedh që ta bëj veten të njohur nëpërmjet së vërtetës së fjalës së Tij. A je i gatshëm për të mësuar nga Jezusi në çdo fushë të jetës sate? A e sheh si një privilegj dhe jo si barr ndjekjen e mësimit të Tij dhe vendosjen e vetes nën autoritetin e Tij? Sigurohu që ta shfrytëzosh çdo mundësi për të mësuar të vërtetën e Ungjillit dhe përjetofsh se si ajo do të t'i kënaqë dëshirat e zemrës sate dhe do ta transformojë jetën tënde ditë pas dite.